Pranvera në fshatin e gjysherve ka erën e dheu të lagësht dhe të barit të sapokositur. Për mua, qytetasin, ajo erë ishte gjithmonë një thirrje për liri. Larg zhurmë së makinave dhe ekraneve që ndriconin natën, atje koha reshte ndryshe, me ngadalt, me ngroth dhe me mbushur me sekrete. Tezja era ishte zemra e atij shtëpie. Jo tezja e vërtet e gjakut, por ajo e fshatit, gruaja e dajës së largët. Një grua afër të 50-ave, me flop të zeza si krahët e sorës dhe sy që shkëlqenin si qisa në errësirë. Ajo mbante gjithmonë një bluzë të lehtë pambuku që fluturonte mbi supet e saj të forta dhe një fund deri te gjuri, duke lënë të dallohej forma e këmbëve të saj të nxira nga dielli. Unë isha 20 vjeç, plot energji të papërdorur dhe një kuriozitet që mezi e fësia. Atë pasdite, dielli ishte përvolues. Tezja era ishte në kuzhinë duke përdatitur petët e saj të famshme. Mua më kishte thirrur të ndihmoja, por unë e dija se të ndihmuarit ishte thjesht një pretekst për të qenë afër saj. Kuzhina ishte një hapësirë e vogël me një tavolinë druri në qendër dhe rafte plot me erza. Ajri ishte i rënd nga aroma e mielit, qumështit dhe diçkaje tjetër më të thellë që dilte nga lëkura e saj kur përkulej mbi tavolinë. "Eja këtu, djalë," më tha ajo pa e ngritur kokën. "Më jep ato kollaj atje." Unë zgjata dorën për të marrë veglën prej drurit të lëmuar, por gishtat e mi u ndalën mbi të. Ishte e ngrothë, e njëjta ngjehtësi që ndjeja në faqet e mia. Ia zgjata asaj dhe ajo e mori me një lëvizje të shpejtë, duke filluar të rrotullonte brumin mbi tavolinë. Unë qëndroja aty, i ngurtë, duke vëzhguar lëvizjet e saj të sakta dhe të fuqishme. Mënyra se si duart e saj e shtypnin, e rrotullonin dhe e shtrinin atë mas të bardhë ishte hipnotizuese. "Mos sëri si shtyl," tha ajo, duke hedhur një vështrim nga unë me ato sy të saj që dukej se shinin përtej lëkurës. "Më merr këtë pjesë, haje pak." Pjesa tjetër e brumit ishte e butë dhe elastike në duart e mia. Fillova ta shtypja duke imituar lëvizjet e saj. Por ajo ndaloi, vuri oklaj në anë dhe erdhi pranë meje. Hapësira midis nesh u tkurr. Ajo qëndroi pas meje, aq afër sa ndjeva ngrohtësinë e trupit të saj duke më përveluar shpinën. "Jo kështu," pëshpëriti ajo me zë të ulët e të ngjirur. "Duhet ta ndjesh. Brumi nuk është armik, ai duhet të dorëzohet." Dhe atëherë ndodhi. Dora e saj e majt u ngjit mbi dorën time të djathtë. Gishtat e saj, të ashpër nga puna por të butë si mëndafshi, u përthyen rreth meje. Më pas, dora e saj e djathtë, në një lëvizje të papritur, zbriti dhe ma kapi veglën. Jo oklajn, por diçka tjetër, diçka që ishte pjesë e brumit dhe e andrallave të mia. E kapi. Ma shtrëngoi sa arrita. Për një qast, bota u ndal. Nuk ishte një kapje e rastit, ishte një kapje e qëllimshme, e njohëse. Gishtat e saj nuk lëvizën, por presioni i rritej, një ritëm i qetë e i thellë, si valzimi i detit në një gjitë fshehtë. "Shiko pra," vazhdoi ajo me të njëjtin ton të qetë, sikur po më mësonte sekretin e një recete të lashtë. "Brumi ka nevojë për durim dhe për një dorë të vendosur. Nuk duhet të kesh frikë ta kapësh, ta shtrëngosh, ta formësosh. Ai do të mësohet me prekjen tënde. Unë nuk mund të merrja frym." Fjalët e saj kishin 2 kupstap dhe të dyja më depërtonin si shigjeta. Ajo nuk po fliste më për brumin. Dora e saj vazhdonte të ishte aty, një peshë ngjethë dhe e gjallë. Unë ndjeja çdo tujerje të lëkurës së saj, çdo pulsim të gjakut të saj që përzihej me timin përmes asaj shtrëngese. Ishte një shkrirje e heshtur. "E sheh," vazhdoi ajo, duke afruar gojen pranë veshit tim, aq sa ndjeva ajrin e ngrohtë të fjalëve të saj. "Kur e kap siç duhet, ai të bindet. Nuk ikën më. Mbetet në dorën tënde duke pritur që ti t'i jap formë." Dhe pastaj, aq befas sa kishte filluar, dora e saj u lirua.
Ajo bëri një hap prapa dhe mori Oklajin sërish, si kur të mos kishte ndodhur asgjë. Por unë isha i ndryshuar. Ajri në kuzhinë ishte bërë më i trash. Tezja era filloi të rrotullonte brumin përsëri dhe unë vura re se lëvizjet e saj ishin më të ngadalta, më të lëngshme. Një buzëqeshje e vogël, mezi e dukshme, luhatej në cep të gojës së saj. Tani vazhdo ti, më tha ajo, duke më vënë brumin e formuar përpara. Ke parë si bëhet. Tani e di se çdo të thotë të kesh një vegjen në dorë dhe të dish si ta trajtosh. Unë e mora brumin, por duart më dridheshin. Nuk mund të përqendrohesha. Mendoja vetëm për atë shtrëngim, për kuptimin e tij të fshehtë. Ajo nuk po fliste për brumin dhe unë nuk po mendoja për brumin. Në atë kuzhinë të vogël, me smjeli dhe erzave, ne kishim krijuar një gjuhë të re, një kod që vetëm ne dy e kuptonim. Ajo u kthye nga soba, duke lënë që shpina e saj të ishte drejt meje. Por unë e dija. Buzëqeshja e saj ishte ende aty, dhe dora e saj e majth, ajo që më kishte kapur mua, tani po mbante një lugë druri, duke e përzierë ngadalë, shumë ngadalë, një tenxhere me qumësht të nxehtë. Ritmi i përzierjes ishte i njëjtë me ritmin e shtrëngimit të saj para pak çasteve. Unë qëndrova aty, duke e parë, me brumin në duar të paafta. Nuk isha nevojë për më shumë fjalë. Mesazhi ishte i qartë, i nxehtë dhe i palkundur, si zjarri që digjej në sobë. Ajo më kishte treguar se çfarë do të thoshte të mbaja pushtetin, por më kishte bërë të kuptoja se pushteti i vërtet ishte në duart e saj. Dhe unë, për atë çast, isha brumi, i butë, i nënshtruar dhe i gatshëm për të formësuar. Nga jashtë, era e pasdites tronditi dritaren e kuzhinës. Unë e dija se asgjë nuk do të ishte më e njëjta, dhe se, kur të vinte nata, në dritën e hënës që depërtonte nga perdet, ajo shtrëngim do të kthehej në një kujtim, një premtim të heshtur për atë që mund të vinte, kur brumi të ishte gati dhe dora e saj të gjente sërish rrugën tek unë.